Në debatin publik të sotëm i ftuar nga KPF-ja për buxhetin e komunës së Prizrenit për vitin 2026, fillimisht ka folur zyrtari për informim Ymer Berisha. Në këtë debat ishte edhe Lulezim Sulejmani, zyrtari i lartë financiar. Derisa lidhur me udhëzimin e këtij debati, kryesuesi Antigona Bytyqi pohoi se nga këto duam që të marrim edhe sugjerimet e juaja e të gjitha pastaj paraqisim edhe në asamblej, pohoi ajo. Deri me datën 9 qershor keni mundësi pastaj edhe në formë të shkruar në email adresa të drejtori për financa Sultan Badalli, të zyrtari Ali Lika si dhe të Aziz Krasniqe, që edhe gjatë ditëve në vijim të paraqitni të parashtroni kërkesa, sugjerime, opinione, nevojat e juaja, në qoftë se sot nuk keni pas mundësi me i përmbledh të gjitha, kështu që deri me datën 9 qershor mund të sillni edhe kërkesa tjera. Lulezim Sulejmani, zyrtari i lartë financiar i komunës së Prizrenit, tha se sot po paraqisim grandat e këtij buxheti, duke paraqitur edhe të drejtimet e të hyrave ku buxheti total është mbi 75 milion euro. Pastaj ai ka shpjeguar edhe shpërndarjen e shpenzimeve komunale. Sipas qarkullës, buxheti përbëhet nga granta i përgjithshëm që ka vlerën e 31.387.250 euro. Është granta e arsimit 22.967.574. Është grandi i shëndetësisë 6.904.266. Kemi një financim në bazë ligjit për zëm 59.802, shërbimet rezidenciale 630.000, financimi teatrit në Prizren 330.553, të hyrat vetanake të planifikuara janë 11.365.867. Kemi një financim nga një hamarrje që është faktikisht aktive 1.400.000, në këtë vit siç e dini kjo është 1.500.000, ndërsa për vitin e ardhshëm është planifikuar 1.400.000. Bashkim Agashi, veterani i shoqërisë civile, ka folur për shtigjet e ecjes që duhet të investohet. Por propozoj që edhe në vitet vijuse të ndahen mjetet, parashihen mjetet, do të thotë për këtë qëllim. Besoj që është e tepër të flitet, do të thotë, për ecje në natyrë si një aktivitet fizik i shëndetshëm edhe për burrat, për gratë, për djemtë, për vajzat e kështu me radhë. Përveç atij shtegu që tani më është, do të thotë, shumë i frekuentuar, ka edhe shtigje tjera që në qytetin e Prizrenit besoj që duhet, do të thotë, të investohet. Petrit Hoxha, kryetari i bashkësisë lokale Koba i Vlashnje Muradem, ku edhe paraqitit disa kërkesa për këto tri fshatra. Për fshatin Muradem është rregullimi i drejtësimit publik dhe morit mbrojtës dhe disa rrugë lokale që janë ende të pashtruara. Është mirë që të investohet në fshatin Muradem, se ka me vite të tëra që është nga anash, përpos disa investimeve të vogla, mirë po është mirë që të ketë prioritet për vitin e ardhshëm. Bujarë Pulaj pastaj parashtroi shumë kërkesa që kanë bashkësinë lokale të Vërmicës, ku paraqiti edhe kërkesat për fshatrat Shkozë e Dobrosht. Ku unë përfaqësoj, edhe pse është duke punuar, por kemi nevojë edhe për investime tjera, më sa të nevojshme. Konkretisht në Minci janë duke vazhduar projekte të cilat kanë qenë të kontraktuara që nga viti i kaluar, hapja e rrugës së Vjeshës Ulla Star në Vërmic, punimet e infrastrukturës të burimi, së shpejti do të fillojnë edhe punimet e infrastrukturës shtruarja e rrugëve me kupsa. Shukri Qoni shtroi kërkesa duke filluar lidhur me impancin që i duhet fshatit në Shes, pasi që është nevojë domosdoshme. Për komunës që ta bëjnë projektin për impiantin, në rregullu në fshatin e Shes, për fshinë dhe fushën e të Pirsit dhe të Atmatës. Domethënë është projekt i gjanë, po do të më rregullu sepse mbi 55% të ujrave të zeza dellet në lumin Trini Bardh. Kemi bërë dhe misione, po mendoj edhe programe televizive kanë i ka plati për tjera në të ujra, në fakt ujra të zeza, të përfshin komplet kjo pjesë, nga që e qënë prej qilhanit e shumë i lidhët e dëndarët tonë në plazën në Arbon, me plazën Jetari, atje shkojnë ujrat e zeza dera.
Antigona Shestan nga shoqëria civile u interesua se ku është i parapar granti për shërbime sociale. Granti i përgjithshëm bashkë me grantin e shëndetësisë. Mirë po më intereson ku është parapar buxheti për shërbime sociale për shembull. Ç'kjo po më intereson. Shpendë Bityqi nga jeta e ri paraqiti problemet e shumta të kësaj lagje. Problemin kryesor është ndryqimi. Sa për shembull është absurde mos me pas ndryqim banor të mia në për shkolla dhe mos me pas lagje ndryqim, pothuajse 50% është pa ndryqim. Derisa zonja Resmie Rahmani paraqiti që duhet i ketë disa shqetësime, sidomos sa i përket personave të palëvizshëm, pastaj përqendrimin e saj ishte në disa drejtime. Kërkesën për ndalesa autobuseve, pasi që tash kemi autobusa përshtatshëm për persona me aftësi kufiziore, po ndalesa stacione kuponave të autobusa nuk janë përshtatshme për përdorus karrocave. Kërkoj falje, nuk kam më shumë forcë me bërtit, se për smundjen që kam nuk e kam forcë. Do me tonë kërkojmë, edhe pse kemi dërgu kërkesën me 1 mars, ala nuk e shoh që është përmirësi situata. Do me tonë ndalesa stacione, nuk e kërkojmë ndalesa stacione posaçme për përdorus karrocave që përdorin transport publik, po e kërkojmë ata të jenë përshtatshme me nivel autobusit të jetë edhe nivel trotuari që kur zhdrypet ajo rampa të jetë sigurt, sepse disa herë e kanë provu konë shumë rrezikshme. Faika Berisha nga BL Landovicës që i ka ky fshate, po kështu edhe varrizat e dëshmorëve të luftës së dytë. Po kisha dëshuar një rast në mes shtatit Landovica kemi një lum, shtratin e lumit. Ky shtrat i lumit është rregulluar në vitin 2016. Atë ka qenë një projekt shumë i mirë dhe është edhe pamja e fshatit edhe pasërtia të gjitha. Vlera ka qenë rreth 470.000 euro. Mirë, po që nga viti 2016 nuk është mirë mbajt asnjëherë nga komunat. Na kemi mbajt zakonisht vetë. Kemi mbledh mjete vetë banor të fshatit Landovicë. Mirë, po shtesher po është edhe në pamundësi edhe me ndalë shumë pjesë pa në mesin po pastru. Vetëm kur bëhet ndoj shi, kur asi i mas që i dene pasrën vetë, por ai ka nevojë edhe ndonjëherë me intervenu. Kurse dhe antarë të KPF-s Nagjie Memaj paraqiti kërkesat për malsinë e re, kurse Salim Berisha paraqiti edhe disa kërkesat të tjera. Kërkesa ime e vërtetueshme ka qenë dhe është prapë kërkesa që të ndahet një shumë e mjeteve për rregullimin e rrjetit ulësjetit në fshatin Ltovllav. Pasar ferati, do kam përballë hibit, përballë supervidës të poshtë. Lagjën e kemi të njohur ku është Gurishta, Po Gurishta është krejt kjo lagja, prej ose kes, do më thonë, krejt deri diku e ka lagja Gurishta, rruga Masar Ferati është kjo. Emi Bëgjeli Zhuri me këtë rast paraqiti dhe kërkesë për barazi gjinore. Ne kemi pasi trajnim me përfaqësues të kryetarët të këshillave lokale dhe e kemi mbajtur trajnimin në lidhje me buxhetimin gjinor, me barazinë gjinore, andaj ju kisha kërkuar edhe të tjera kur i paraqesin kërkesat ti kem parasysh nevojat e ndryshme të grave dhe burrave, se shpesh u ndëgjua s'kemi ndriçim, po ndriçimi nuk u përmend si nevojë grave që është besoj se shumë e rëndësishme për gratë, sidomos në mendoj orët e mbrëmjes, po edhe nevoja tjera të cilat janë pak më specifike për gratë.